Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا falenderimet, madhrimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Salavatet dhe selamet I takojnë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë të cilin Allahu xhelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humb, largon lajthit dhe devijon. Dhe atë që Allahu xhelleshanu me urtësinë, drejtësinë e tij e humb, nuk ka kush që udhëzon. Dhe fjalët e mira, më të mira, të sinqerta, të vërteta janë të Allahut. Udhëzimi më I mirë është I Muhamedit alayhis salam dhe veprat më të këqija janë në risit. Vëllezër të dashur në Islam, si kjo ditë dhe para thuj më tepër se 1000 vite, një prej prisave të muslimanëve Omar ibn Abdul Azizi, Allahu e mëshiroft dhe qoftë I kënaqur me të, ju drejtu xhamatit duke mbajt hutbën e Bajramit me këto fjalë. Tha innakum sumtum lillahi 30 yawma وقمتم لله 30 ليلة واليوم خرجتم تطلبون من الله أن يتقبل منكم ju agjirut 30 dit dhe ju 30 dit apo 29 dit bot namaz nate dhe sot keni dal që Allahu subhanahu wa ta'ala me wa pranuar atë. Unë dhe të ceki vlezër 4 pika në shpejtësi. E para, përgatitja për botën tjetër me vepra të mira. Thot Allahu në Kur'an: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Dhe përgatituni me vepra të mira, mbushnia bagazhin dhe vepra më e mirë është frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe o ju të cilët posedoni mendjen e shëndosh, përgatituni me vepra të mira. Mesazhi numër 2 vëllezër, është shirku e ceka parës, të përshkruarit shok ortak të barabartë dhe të ngjajshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Duhet me pas kujdes, se thot Allahu: "Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ai I cili përshkruan Allahu xhelleshanu shok dhe ortak, ja ka bo haram Allahu atij xhenetin. Wa ma'wahu an-nar,
dhe vendbanimi i tij është zjarri. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. I ka qujtë Allahu këto që i përshkruajnë shok Allahut zullumqtar. Thot për ato as kush nuk do të ndërmjetëson dhe ato nuk do të kenë mbrojtës. Kjo ishte e dita. E treta vëllezër, a e dini kush është? E treta është ajo që na ndan nga mos besimi. Dallimi mes nesh dhe atyre tjerëve, pa marrë parasysh çfarë fe kanë, është namazi. Thot Muhamedi alayhis salam, el ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Dallimi mes neve dhe tjerëve, ajo pika ndarëse, beslidhja është namazi. Ai i cili e le namazin nuk e falën, nuk bëhet fjalë një herë në javë, 5 herë në ditë, 5 kohë namazit. Kush e le këto, thot Muhamedi alayhis salam, ai ka dal prej feje. Allahu xhelleshanu thot, munibine ilayhi wattaquhu wa ati'uhu wa la takunu min al-mushrikin. Nënshtrori urdhit e Allahut, bindeni urdhit e Allahut, frigoni Allahut, falni namazin dhe mos bëj prej atyre mushrikëve, se mushrikët nuk falin namaz. Thot Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, ennehu la hadhe fil islami limen taraka as-salah. Nuk ka hise në islam ai cili nuk fal namaz. Ibn Mesudi thot, la dine limen la yusalli. Nuk ka din fe ai cili nuk fal namaz. Kjo më rëndësi vëllezër, kjo ishte pika numër 3. Mesazhi numër 4 i kësaj hutbe të Bajramit është largimi nga risit, bidatet, mos thirrja në bidat, mos ndihmesa ndaj bidatçive, mbyllja e derës së bidatit dhe bidatçive. Thot Muhamedi alayhis salam, wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalale wa kullu dalaletin fi an-nar. Çdo punë e re me të cilën adhuro, çdo gjë e shpikur, dhe me thonë shpikja në adhurim, me shpik një adhurim të ri, ajo nuk pranohet, ajo është risi, ajo qënë në humbje, humbja qënë në zjarin e xhenemit. Dhe Ibn Omeri thot, el bid'atu kulluha dalale wa in ra'aha an-nasu hasane. Të gjitha risit, bidatet, ato janë dalalet që në humbje, edhe pse njerëzve ju duket e mirë. Me ka që përfundoj, këto ishin 4 mesazhet e hutbes, mbani mend, përgatituni për botën tjetër me vepra të mira, largoheni çdo lloj të shirkut, ngjajshmërisë, barazimit, ortaksisë ndaj Allahut, tjetra falja e namazit dhe tjetra adhurimi i Allahut me atë çka e ka vepruar Muhamedi alayhis salam, dhe larg risive dhe për hajër, për shumote fitër Bajrami juve, familjeve të juaj, dhe na mundsoft Allahu të juaja, dhe mundsoft Allahu që edhe sa më tepër Bajrame, Ramazanet presim së bashku. Kullu amin wa antum bi alfi khair wa taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal wa Bajram mubarak olsun. Në këto qaste të Bajramit, bushe shtyra e muslimani, sot ka gzim bota islame, kënon Kur'an e drejtë zane. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Ramazanin me plot begatije, e për collë me krenarije, me ibadet e dhikër Zotit, i kalojnë ditët e mot-moti.
natyrën formë të vete, madhëron Zotin e vërtete. Ndriçon hëna shkëlqen diellin, feston toka e feston qiellin. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Çdo shtëpi të muslimanit shtrohet sofra e bajramit. Përshëndet vëllai vëllane vete, uron bajramin për shumë vjete. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Në këto qaste të bajramit, bushe shtyra e muslimanit. Sot ka gzim bota islame, kënon Kur'an e drejtë zane. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Ramazanin me plot begatije, e përcollë me krenarije. Me ibadete dhikër Zotit, i kalojnë ditët e mot-motit. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Gjithë natyrën formë të vete, madhëron Zotin e vërtete. Ndriçon hëna shkëlqen diellin, feston toka e feston qiellin. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin
Kur'an bayram